Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshqive. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe në shtrihen e letrave të dashur peshqi shikoj është e thellë dhe transformuese, si vetë natyra e juaj. Ky lexim flet për një periudhë ku peshqit po gjejnë forcën për të lënë pas iluzionet, për të besuar në veten e tyre dhe për të hyrë në një kapitull që lidhet me pjekurinë shpirtërore dhe fillime të reja emocionale. Mbreti i Gabrielit, energji hapëse është ajo e vizionit të madh. Të ke mësuar të shohësh për te vogëlsive të përditshme dhe të fokusohesh në qëllimin më të lartë, më të madh. Kjo letër të thotë mos hum në detaje, shiko panoramën më të madhe të jetës së dashur peshqi. Puna që bën tani do të ndikoj shumë njerëz përreth teje. Shpirti yt të udhëheq me dashuri dhe frymëzim. Do thotë kujdesin për veten nga që do ndikohen dhe të tjerët nga ky vendim i juaj, por ju dini gjithmonë të gjeni në fund më të mirën e duhur. Strength, absolutisht forca. Në rrugën tënde të rrites, forca e butësisë do t'ju mbaj, forca e juaj do t'ju mbaj në këmbë. Peshqit kanë shpirt të ndjeshëm, të gjithë e dim këtë. Unë kam 2 quna dhe që të dytë janë në shenjën e peshqive. Janë shumë të ndjeshëm, por tani universi kërkon për te pak më shumë guxim. Jo për të luftuar, po për të qëndruar në dritën tënde dhe kur bota përreth është e turbull. Fal, por mos u përkul. Ki besim në veten tënde dhe në rrugën që po ndjek. Change your life, ndrysho jetën tënde. Çfarë duhet të ndryshoni? Kjo është ajo që po tregon një kthese madhe po ndodh të dashur peshqi. Mund të jetë një moment që e ndjen si tronditje, por në të vërtetë është çlirim. Kjo letër flet për një ndriçim të papritur, një zbulim që të hap syt dhe të tregon rrugën e re. Mos ki frikën nga ndryshimi, sepse çdo rrëzim i vjetër është për të ndërtuar diçka më të fortë dhe më të vërtetë, diçka më të fortë, kur them një të fortë, juve më të fortë dhe juve më të vërtetë. Mbreti i Michaelit, 2 mbreta njëri pas tjetrit, është pas emocioneve vjen qartësia. Kjo letër të kujton të qëndrosh drejt të dashur peshqi, racional dhe i sinqertë. Peshqit ndonjëherë ndjekin ndjenja deri në tejkalim. Por tani kërkohet ekuilibër, logjika, maturia dhe integriteti janë udhërfyesit e tu. Fjalët që thua tani kanë peshë ndaj përdori me mençuri, të dashur peshqi. Vazhdoj me 8 të Rafaelit. Shikoni këtu. Ti ndjen thellë se diçka po të thërret për te asaj që ke njohur deri tani. Është një thirrje për ndryshim nga kjo që je sot, apo që je duke bërë sot. Për rritje shpirtërore, për të ecur drejt një jete që përputhet me vlerët e tua të mbrëmshme. Kjo letër të dashur peshqi tregon se je në përputhje absolutisht, por që je gati të largohesh nga ajo që nuk të përmbush më, me paqe, jo me dhimbje. Të dashur, dhe në fund, jo nga rëndësia e keqe, apo me pak vlerë, është asi, është letër madhe, është bukur. Leximi juaj me një rritje emocionale përmbyllet dhe shpirtërore, një përvojë re dashurie, një lidhje që ringjall ose sjell ndjenja të thella, paqe dhe që mbush zemrën. Kjo letër është si një frymarrje pas stuhisë. Ti hapesh sërish ndaj ndjenjes, por këtë herë nga vendi i pjekurisë dhe vetvlerësimit. Të dashur peshqi, jeni duke kaluar në një transformim të qetë, por të fuqishëm, nga iluzionit drejt qartësisë, nga ndjeshmëria e tepruar, të dashur peshqi, drejt të forcës së mbrëmshme. Ndryshimet që ndodhin tani janë dhurata që do të çlirojnë apo do të çojnë më afër vetes së vërtetë.
Ka qaste kur drita lind vetëm pasi ke guxuar të ecësh në errësirë, të dashur peshqi, sepse dritën e gjen jo jashtë, por absolutisht brenda vetes së juaj.